Vëmendje, ja çfarë i ndodh trupit tuaj nëse nuk i lani çarçafët që flini gjumë. Një pjesë e madhe e konsiderueshme të jetës sonë e kalojmë në gjumë. Mirë po, nëse keni vënë re përkeqësimet të lëkurës në fytyrë, shanset janë që as tëku juaj të jetë i papastër dhe kjo mundet të shkaktojë bllokimin e akneve dhe ripërtëritjes së lëkurës. Lagështia juaj trupore dhe çarçafët e pandëruar prej ditësh janë një habitat perfekt për kërpudhat e njohura si dermatofitet. Këto kërpudha shkaktojnë kruarje të kokës dhe probleme me skalpin. Nëse e bardha e syve ju është ndërruar në rost, këtu mund të kenë gisht çarçafët tuaj. Prania e baktereve në shtrat ju sill probleme sa i takon shikimit, përfshirë këtu lotim dhe skuqe. Duke mos u kujdesur aq sa duhet për higjienën e shtratit tuaj, mund të bini pre alergjive apo astmës si pasojë e pluhurit në çarçafët tuaj, po kështu problematike është edhe të fjeturit së bashku me kafshën shtëpiake.